Selam aleikum nga xhamia që Kurani familjar të përkufizon si xhaminë e ndërtuar mi bazën e përkushtimit. Edhe subhanallahu ka një domethënie shumë të madhe kjo, dhe një ftesë për çdo njeri i cili ka bën jetë me kontribu për një shtëpi për shtëpive të Allahut. Ndoshta për të ndërtuar nga fillimi deri në fund, e ndoshta për të kontribuar sadopak. Qoftë sa një fole zogu, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, për të fituar një vend të madh, një godinë të madhe në xhenetet e Allahut azza wa jall. Kushti numër 1 është përkushtimi. Le mesjidun usisa ala taqwa. Pra një xhami e ndërtuar me bazën e përkushtimit. Edhe subhanallahu, duke e vizituar Mesjidin Quban, patjetër që ti ndjen një qetësi dhe një prehje të jashtëzakonshme që në vetvete përkthejnë më së miri këtë shpirt të përkushtimit në cilin është ndërtuar kjo xhami, që në shekujt e parë të thirrjes islame. Për kjo është xhamin në cilën pejgamberi alayhi salatu wasallam ka kontribuar me mundin e tij, me durët e tij. Është vendi ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ardhur për herë të parë në Medinën e ndriçuar dhe ka kontribuar me durët e tij për të ndërtuar kjo xhami. Patjetër që sot, falë përkushtimit të autoriteteve saudite, kjo xhami është zmadhu, është zgjanu, ka një përkujdesje të jashtëzakonshme për të, edhe shumë kush prej nesh që vjen edhe e viziton këtë xhami e kupton fare mirë se përkujdesja për të është e jashtëzakonshme. Dhe tashmë ajo është kthyer në një pikë referimi për krejt ata që vijnë për të vizituar shtëpinë e Allahut azza wa jall, në qabën e mallnueshme, e pastaj vinë për të vizituar edhe Mesjidin Quban për të falë 2 rekate, për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na porosiste dhe na mësonte se vlera e këtyre 2 rekateve është sa një umre. Subhanallah, kthehem tek pika kryesore që është le mesjidun usisa ala taqwa. Pra një xhami e ndërtuar mi bazat e përkushtimit, ahaqqu an taqume fihi. Allah. Do të thënë ti meriton që të jesh në të. Pra e ka hak kjo xhami që ti të qëndrosh në të jesh në të falesh në të. Pastaj i përkufizon ata burra të nderuar që u përkushtuan për këtë xhami, edhe u përkushtuan për thirrjen e Allahut azza wa jall për të ngrit kjo shtëpi prej shtëpive të tij në ditët e para të thirrjes islame, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Pra këtu ka burra, i cilëson si burra, të cilët e duan pastrimin. Subhanallahu, kjo është ndoshta një thirrje e jashtëzakonshme që na përket të gjithëve dhe na fton të gjithëve për t'u dhënë me zemër dhe me shpirt për thirrjen tonë islame, për xhamitë e Allahut azza wa jall dhe për çdo projekt në të cilin është mirësia, bekimet dhe fitimi i pëlqimeve të Allahut azza wa jall. Edhe me e konsideru veten gjithsecili prej nesh për aty në burrave që e duan pastrimin. Dhe me thënë, e duan jetën me faqe të bardhë dhe e duan jetën sipas asaj që Allah subhanahu wa taala është razi për të. Mendoni për pak, janë disa mesazhe jashtëzakonisht të rëndësishme edhe disa thirrje kuranore që vetë se na ftojnë edhe na nxisin e na marrin përdore për të përmirësuar cilësinë e marrëdhënies tonë me besimin, me xhamin, me Kur'anin, me fjalën e Allahut azza wa jall, me porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni, me ardhmë fal 2 rekate në këtë xhami e ka vlerën e një umreje. La ilaha illallah. A nuk ju shkon ndërmend ajeti kuranor që kush i bindet pejgamberit i është bind Allahut? Allah. Sa porosi të pejgamberit alayhi salatu wasalam që ne i neglizhojmë, edhe që mund të kenë sevape shumë të mëdha sa një umre e kështu me radhë. Nga hapësina e begat e Mesjidit Qubas, ju dëshiroj çdo të mirë, edhe lutem që dielli i dashurisë Allahut ndriçoj zemrën e gjithsecilit. Allahu ju dasht.